Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vllazër, muslimani vazhdimisht duhet të jetë optimist. Dhe pesimizmi të muslimani nuk duhet të ketë vend asnjëherë. Gjërat duhet të shohen me optimizëm. Edhe asnjëherë mos besoje se Allahu xhaleshanuhu nuk I përgjigjet në lutjet e tij. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot: O robët e mi, luteni dhe unë u përgjigjem juve. E ta është forma se si përgjigjet Allahu xhaleshanuhu nuk është ashtu si e mendojmë ne, që mos him në një temë tjetër, po ta vazhdojmë këtë ku thamë se muslimani duhet vazhdimisht të jetë optimist. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam optimizmi shumë I pëlqente. Edhe prandaj ka një fjalë arabe, thot, dikush thot është hadith, por nuk është hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por përshtatet me kuptimin e përgjithshëm të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Tafa'alu bil khairi tajiduhu. Bëhuni optimist në gjërat dhe atë do ta gjeni ju. Domethënë, nëse me shikim të mirë I qëllësh edhe I shiqosh gjërat, ato do të vijnë ashtu. Nëse mendosh keq, edhe atëherë domethënë mund të ndodhe edhe ajo e keqja. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: Mos luteni për diçka të keqe për veten tuaj apo për familjen, sepse mund të ndodh që atëherë kur lutesh ti apo kur bësh bedua, kur e nemish dikë, që të jetë momenti kur Allahu xhaleshanuhu e pranon lutjen. Edhe jo realizohet, pastaj ti mund të pendohesh, por ajo nuk vlen më. Pra kjo çka na jep të kuptojmë, normal do të thënë kjo na jep të kuptojmë se ne asnjëherë nuk duhet t'i humbim shpresat. Këtë Allahu xhaleshanuhu edhe në Kur'an e tregon kur flet për Hazreti Jakubin. Hazreti Jakubin e dini, djemët e tij çka I bën Hazreti Jusufit. Po ashtu I bën edhe vllau tjetër, Bonjaminit, edhe e kanë tentuar domethënë t'i bëjnë, e kryesore Hazreti Jakubi pas 40 viteve shpresë që ka vënë te Allahu xhaleshanuhu dhe nuk e ka ndërprer shpresën, ka thonë: Ja baniya dhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. O bijtë mi, shkoni dhe kërkoni lajme për Jusufin. 40 vjet, o bodo dhe Jusufi nuk dihet ku shkon, ku është. Ai ende nuk I ka pre shpresat se Allahu xhaleshanuhu mund t'ja kthejë. Edhe në fund dy e dini, e ka kthyer Allahu xhaleshanuhu. Edhe ato me një mburje shumë të madhe. Thot, pastaj Allahu xhaleshanuhu thot: Wala tayasu min rauhillah. Normal do të thonë tregon për Hazreti Jakubin çka ka thënë Allahu xhaleshanuhu, dhe mos I pkutni shpresat nga mëshira Allahu xhaleshanuhu. Asnjëherë do të thonë mos u bën për atyre që thuash
ja, kjo punë nuk soset. Djali im nuk drejtohet. Unë kitë metodat i kam përdor që ta kthej në rrugë të mbar, ai zbohet gjanë. Asë njëherë, mos të ujë. Thot, Hazreti Jusufi 40 vjetë ka pret, edhe nuk ka thonë, u ba punë, u sas puna ma nuk kthehet Jusufi. Ja. Në më thonë, deri në pikën e fundit, duhet të jesh optimist. Edhe mos thuj se djali për shembull ka marrë rrugën e keqe, edhe e theft qafën e. Për dy arsye. Në një, se ti nëse e bën një gjë të tillë, atëherë bësh për atyre që ka thotë Allahu subhanahu pastaj në Kur'an, innehu la ya'su min rauhillahi illa al-qaumul kafir. Dhe shpresën e ndërpresën apo e pkutin kush vetëm ata që janë jo besimtar. Tek Allahu subhanahu ato thonë, ja me s'ka gjë për Allahus. Nuk del kur gjë për Islamit. Pra ti mos u bën për atyre. Kur thu se ki nuk drejtohet, atëherë do të thonë te ke pkut shpresën për të cilën Allahu subhanahu të thotë mos e pre, mos e ndërpre. Mos u bën për atyre që siç kanë thonë në kohën e Hazreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa për Hazreti Omerin, që kanë thonë më para gomari Omerit e pranon Islamin sa Omeri. Kështu kanë thonë. Aq i rrep që ka qenë Hazreti Omeri për Islamin, kundër muslimanëve, kundër Islamit. Ama, jo, nuk duhet asnjëherë ta presësh edhe umutin tek Allahu xhaleshanu. Do të thonë, do të tentojsh vazhdimisht, pa marrë parasysh, mos thuj djali vej shumë vona në më bezdis, edhe inshallah kur nuk vej. Se mund ndodhe që qëj moment, kur e nemish djalin, apo vajzën, qëj moment mund ndodhe që Allahu xhaleshanu e pranon lutjen. Se ka, thot hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, brenda 24 orëve Allahu xhaleshanu ka bën një moment ku nëse njeriu i lutet Allahut, Allahu xhaleshanu e pranon. Pa marrë parasysh a për të mirë, a për të keqe. E pranon lutjen. A që e thu e pranon. Prandaj, mos u bën si i tillë. Por çka bënu për atyre prindve të cilët do të kujdesen për fëmijët e tyre. Ne e dim se çka po ndodhen tash në rrjetet sociale, për shembull i dëgjojmë. Do të thonë ndodhin tek ne, tek muslimanët, gjërat të cilat nuk ka mund që njeriu ta përmendojë se te ne mund vëjë një gjë aty. Me amoralitete, me forma të ndryshme, me pislëke, që nuk e pabesueshme ndodhje, do të thonë te populli jo këto. Ama që të ndodhen. Pse? Sepse prindët i kanë lëshu fëmijët e tyre. Nuk i edukojnë si duhet. Edukimi nuk bëhet ashtu si e kërkon Islami. Edhe normal, ju e dini atë që e thonë populli, do të thonë qenit i prehen veshët kur është e klish. Se nëse t'ja presësh që t'ja presësh veshët kur ajtë bëhet qenë, atër e t'kashën. Pra do më thotë duhet ma herë. Por përsëri nuk duhet t'i humbim shpresat asnjëherë. Vin të Hazreti Omeri, radiallahu anhu, një person, edhe i thot, Omer, ku ngell me djalin tim. Çka thot? Thot, as pak nuk më respekton mua. Po bile, me atë shkopin që ja kom dhonë unë t'i ruje lopët apo devet, me atë shkopin mbije mu, në qëllon. A dhe Hazreti Omeri ka qenë vigilent, shumë i zgjuar.
A dhe ka thonë, ajta shofën problemi ku është e. Thot, thira atë gjallin ti dhe thuj se Omerit të thret. Halife o konë të Omerit. Edhe gjalli vëjnë, kur vëjnë, edhe Hazreti Omeri ja bën një test për çështjet parimore të Islamit. Të themi, ka thonë, thuj shahadetin, se di. Thuj shahadet e Islamit, se di. Thuj shahadet e imanit, se di. Si bëhet gusli, se di. Si bëhet që jo, s'ka. E gjojat elementare nuk ka di. A dhe atëherë, i kthehet Hazreti Omeri ati babës, i thot, po shka kërkom për këti, kur ti asë gjo se kem suken. Ki me siguri ka mendu se edhe ti mo je sigur ato që i rumë, do më thënë, lopët apo devet, edhe prandaj thot, ka qëllu më atë shkopin. Pra ti du ta edukojsh atë nërë. Kur ka qeni i vogël, t'ja mësojsh ato. Shatët, hakin e prindit, hakin ndaj të tjerve, edhe atër do thonë, me siguri, a i nuk si dhe kështo. Pra, besoni vllazën se me të vërtet, ne ina para, se nuk bon me thonë, ama me të vërtet par një sfidës shumë madhe, sidomos kur është e çështja e moralit. Me siguri, du më thonë, i lexoni, i ndëgjoni, se çka ndodhen me ne. Gjithmonë, Allahu Gjeleshanuhu dënimet më të rënda u a ka dhënë popujve të cilët moralisht janë prish. Në më thënë, Allahu Gjeleshanuhu nuk e pranon as pi jo besimtarit, para me ndo të pranoj dhe më thënë pineve. Pra prandaj duhet dhe më thënë një rishikim të bëjmë vetës tonë, edhe mundohen atë përpiqen atë punojnë me fëmijët tonë. Se ato e në ardhmëria jonë. Nëse ne për shembull nuk punojmë ashtu si duhet me ata, atër nuk ka çka të kërkojmë prej tyre. Ela inna ahsan kalamu wa ablagha an-nizam kalamu Allah al-Malik al-Aziz al-Mannan.